Prokurorët në Berlin të mërkurën akuzuan një mjek të dyshuar për administrimin e sasive vdekjeprurëse të medikamenteve të ndryshme për pacientet paliativ nën kujdesin e tij me 15 akuza për vrasje. Prokurorët po kërkojnë gjithashtu një ndalim profesional të përjetshëm për të dyshuarin 40 vjeçar, të ndaluar që nga gushti 2024, i cili kishte qenë aktiv në disa shtete gjermane. I dyshuari, i cili nuk është emëruar zyrtarisht në përputhje me ligjet gjermane të privatësisë, nuk i ka pranuar akuzat, thanë prokurorët. Ai fillimisht dyshoi se ishte i përfshirë në 4 vdekje vitin e kaluar, të cilat prokurorët thanë se ai ishte përpjekur t'i mbulonte duke i vënë flakën banesave të viktimave. Megjithatë, hetimet në vazhdim kanë nxjerrë më shumë vdekje të dyshuara, që datojnë që nga viti 2021. Dhe ky numër mund të rritet edhe më tej. Një ekip hetimor i ngritur posaçërisht me rastin po vlerëson të dhënat e tij në pacienteve dhe janë planifikuar të tjera zvarrime. Mjeku akuzohej se ka administruar një anestetik dhe me pas një relaksus muskulor për pacientet paliativ nën kujdesin e tij, të cilat nuk po vdesnin në mënyrë aktive dhe pa dinjinin apo pëlqimin e tyre, thanë prokurorët.